Në Roskovec është zhvilluar festivali Roma Romale 2025, i cili ka mbledhur artistët rom nga e gjithë Shqipëria. Sipas kryebashkiakes Majlinda Bufi, ky organizim e ka kthyer Roskovecin në një qytet ngjyrash. Festivalin Roma Romale që bën bashkë pothuajse shumicën e grupeve rome, atyre që promovojnë dhe që trashëgojnë kulturën, traditën rome. Dhe ne sot jemi duke përjetuar një Roskovec ngjyrash, një Roskovec që është bërë shtëpia e pritjes dhe mirëpret mysafir të komunitetit rom nga gjithë Shqipëria, por jo vetëm. Artistët rom nga Tirana, Durrësi, Lezhë, Mati, Lushnja e shumë qytete të vendit performuan në kërcim dhe muzikë. Komuniteti jonë edhe atje në Klos është i integruar, patjetër që kemi marrë pjesë në shumë evenimente, në shumë vende tjera. Shpresoj që këto aktivitetet të ndodhin dhe në qytetet e tjera, si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egjiptian. Pjesëmarrës në këtë festival ishte edhe një grup nga Maqedonia e Veriut në drejtimin artistik të Ermina Rediopovës, e cila e ka vlerësuar festivalin me kërcime, muzikë dhe veshje tradicionale si një hap për të ndihmuar në integrimin e komunitetit rom. Kjo iniciativë, një festival për kulturën rome, është shumë e mirë sepse antarët e komunitetit rom ndajnë me të tjerët kulturën e tyre, këngët, kërcimin, veshje tradicionale, dhe kjo është një ide shumë e mirë për të ruajtur vazhdimsinë. Tradita rome në Shqipëri, ashtu si edhe në vendet të tjera të rajonit, është duke u zbehur dhe asimiluar ndaj organizata të ndryshme ndërkombëtare, por edhe Bashkimi Evropian. Kërkojmë mbrojtjen e saj nëpërmjet projekteve dhe mbështetjes së romëve nga shtetet ku jetojnë pakicat e tyre.